Të martën është miratuar projekt ligji për krijimin e Byrosë Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikuar. Ministria e Drejtësisë, Donika Gërvalla, gjatë prezantimit të projekt ligjit para Komisionit për Legjislacion, ka thënë se ky mekanizëm synon rritjen e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë, si dhe forcimin e kontrollit mbi pasurinë e zyrtarëve publik. Sipas saj, byroja do të mundsojë verifikimin e pasurive dhe konfiskimin e atyre që nuk përputhen me të ardhurat e ligjshme, duke kaluar ato në favor të shtetit. Do të rrisë qasjen dhe besimin e qytetarëve në drejtësi. Byroja Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme është mekanizëm vital, është instrument kryesor për të siguruar që pasuria e zyrtarëve publik të jetë e verifikueshme dhe në përputhje me të ardhurat e ligjshme. Përveç se garanton që pasuria e krijuar në përputhje me të ardhurat e ligjshme do të konfiskohet dhe do të kthehej shtetit, ligji njëkohësisht kontribuon që të hiqen dyshimet edhe për pasuritë dhe zyrtarët, të cilët pasurinë e tyre e kanë krijuar në rrugë ligjore, ka deklaruar Gërvalla. Ky projekt ligj nuk kaloi pa kundërshtime, pasi hasi në rezistencë nga opozita, e cila u përfshi në debat me përfaqësuesit e pushtetit të lidhur me procedurat dhe përmbajtjen e tij. Ndërkohë, nga ekspertët, miratimi i këtij projekt ligji është vlerësuar si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të shtetit ligjor dhe luftës kundër korrupsionit, duke konsideruar një mekanizëm që synon rritjen e transparencës dhe besimit të qytetarëve në institucione. Sipas vlerësimeve, kjo nismë shihet si dëshmi e vullnetit politik për të adresuar pasurimin e paligjshëm dhe për të forcuar llogaridhënien institucionale, duke krijuar kushte për një kontroll më të rreptë të pasurisë së zyrtarëve publik. Po ashtu, theksuan se krijimi i këtij mekanizmi pritet të ndikojë në rritjen e transparencës dhe përgjegjësisë në institucione, si dhe në forcimin e sundimit të ligjit në vend, ndërsa kundërshtimet ndaj tij lidhen kryesisht me çështjet procedurale dhe interpretim të kompetencave. Avokati Gazmend Halili, në një prononcim për Bota Sot, e ka vlerësuar miratimin e projekt ligjit për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikuar si një hap të rëndësishëm drejt forcimit të shtetit ligjor dhe luftës kundër korrupsionit. Ai ka thënë se kjo dëshmon vullnetin politik të lëvizjes vetvendosje për ta luftuar pasurimin e paligjshëm në dëm të qytetarëve. Miratimi i projekt ligjit për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme nga Komisioni për Legjislacion përbën një hap të rëndësishëm dhe të shumë pritur drejt forcimit real të shtetit ligjor dhe luftës kundër korrupsionit në vend, duke reflektuar qartë vullnetin politik të lëvizjes vetvendosje për të adresuar një nga plagët më të mëdha të shoqërisë sonë, atë të pasurimit të paligjshëm në kurrizë të qytetarëve, ka thënë ndër të tjera ai. Sipas tij, kjo byro do të rrisë transparencën, llogaridhënien dhe do të forcojë besimin e qytetarëve në drejtësi. Ky projekt ligj synon të krijojë një mekanizëm të pavarur dhe efikas që do të verifikojë burimin e pasurisë në zyrtarët publik dhe personat e ekspozuar ndaj korrupsionit, duke mundësuar konfiskimin e asaj pasurie që mund të justifikohet me të ardhurat të ligjshme, çka në vetvete është një instrument i fuqishëm për të rikthyer besimin e qytetarëve në drejtësi dhe institucione. Përfitimet kryesore që pritet të sjellë kjo byro janë rritja e transparencës, forcimi i llogaridhënies, parandalimi i abuzimeve me pushtetin dhe krijimi i një klime ku askush nuk është mbi ligjin, pavarësisht pozitës apo ndikimit politik, është shprehur ai. Po ashtu, Halili ka shtuar se kundërshtimi i opozitës ndaj këtij projekt ligji lidhet me pretendime procedurale, por sipas tij mund të shihet edhe si rezistencë ndaj ndryshimeve që prekin interesa të caktuara. Ndërkaq, analisti politik Gani Mehmeti e ka cilësuar formimin e Byrosë Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme si një arritje të madhe në forcimin e llogaridhënies dhe përgjegjësisë institucionale. Formimi i Byrosë Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme duhet të jetë dhe të kuptohet si një arritur e madhe në kuptimin e llogaridhënies apo të përgjegjësisë. Korrupsioni ka ardhur në mungesë të llogaridhënies apo përgjegjësisë. Nëse ne mendojmë të ecim përpara, duhet të jemi të përgjegjshëm dhe të zbatojmë llogaridhënien e secilit person. Madje më shumë duhet kërkuar nga ata në pozita sa më të larta shtetërore, sepse ata duhet të parë të luftojnë korrupsionin, ka shprehur ai. Gjithashtu Mehmeti në bisedimin e tij me Bota Sot ka deklaruar se kundërshtimi ndaj formimit të byros
le të kuptohet se po pengohet një nga personat të përfshirë në korrupsion. Sipas tij, ata që e luftojnë këtë proces friksohen se mund të detyrohen të kthejnë pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme.